Sipas fjalëve të vet zotit Idrizit, parkingu nën toksor në Vushtri ka kushtuar mbi 3 milion euro. Sipas dokumenteve kontratës që e kam unë, parkingu nën toksor në Vushtri ka kushtuar 3,2 milion euro. Dhe sipas fjalëve të zotit Idrizit, në këtë vend parking janë 105 parkingje, unë e kam bën një kalkulim dhe po du që me pa qytetarë të Vushtris sa kushton një vend parking në Vushtri, sa po e paguajmë. Nëse mund të zeni regjia këtë në dalje, që më thot 3,2 milion euro, 105 parkingje. Do më thonë, nëse 3,2 milion euro pjestohen me 105 parkingje, atë rezulton se një parking ka kushtuar 30.476 euro. Po, pjesa lartë është shesh, apo? Por janë shesh dhe plaka të cilat, si pas kontratës, 1 metër katrore që aty në plakave, po kushton 125 euro. Plaka 2 centimetrëshe, të cilat në çdo qytetari Vushtris i sheh që tashmë janë dëmtu ende pa u përuru sheshi. Pra ne po e paguajmë në Vushtri 1 metër katror parking, hiç më pak se 1.693 euro. Një parking në Vushtri, në cilin do kompleks, nuk kushton më shumë se 5.000 euro. Nëse edhe shtojmë edhe 5.000 euro për plakat, për një parking, hajde shkon 10.000 euro. Hajde po i shtojmë edhe ventilimin krejt, po shkoj ka edhe 5.000 euro, 15.000 euro. Amo të kushtoj një parking në Vushtri 30.476 euro, është më shtrejt se kudo në Prishtinë, është më shtrejt se në cilin do metropol në Evropë, prandaj ky projekt, qytetarëve të Vushtris ju ka kushtu tepër shtrejt. Përveç kësaj, e ka nda qytetin në 2 pjesë, Serben. Është mbyll arteria kryesore e qytetit. Këto sheshet kur bëhen, ka vrejtje për ndarje të qytetit. Po megjithatë është bëni shesh, po më nej, qendra Vushtris tashmë e ka një parking nën toksor dhe ka sheshin. Në logjikën e gjitha qyteteve, parkingjet nën toksore bëhen jashtë qendrës qytetit, sepse në qendër e sjellin trafikun dhe pastaj shkaktojnë kolona. Por në Vushtri, parkingu nën toksor ka uzurpu 1/3 e parkut. Imagjino, Vushtria ka veç një park, i cili ka qenë boll i vogël, por 1/3 e parkut e ka uzurpu parkingu nën toksor, e ka mbyll rrugën kryesore, bizneset në rrugën Arsim Muzaçi 40% deri në 60% të qarkullimit tyre ditor ja u ka humb për shkak se e ka ndalë pothuajse qarkullimin atë pjesë qytetit, e ka mbyll një rrugë. Imagjino, Vushtria kaq shumë ka trafik, e kaq rrugë të ngushta, në vend që të hapem një rrugë më shumë, është mbyll një rrugë. Është mbyll një rrugë që ka qenë arteria kryesore e qytetit dhe derisa është realizu parkingu, janë dëmtuar bizneset për rreth dhe asnjëherë as nuk janë kompenzu. Por mbi gjitha edhe njëherë po e pyes çdo qytetar të Vushtris që ka ble parking këto vite në Vushtri. A është normale që të paguajmë 30.000 euro nga buxheti i komunës për një vend parking? Po i lëm pak këto